Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti kanë marrë shumë vota. Ilir, sa more ti? Të numëruar në fund mos gaboj 18.125. 18.125 vota dhe Jorida? Dhe faleminderit shumë. Absolutisht. 19.000. 19.000. Do është edhe më shumë. Pra, kur njerëzit duan të votojnë, nuk ka banda dhe asgjë tjetër ti ndaloj. Zoti Ali Mehmeti, ju jeni kandidati dytë mi votuar në Tiranë nga koalicioni opozitës. Por nuk do t'jeni në kuvend. Realisht, a jeni shkënjër, si e prituat. Se në fakt keni marrë votat njeriu i dytë i votuar në kryeqytet. Do shta në gjithë vendin nërë. Rrath parë më lejo të them që qëndrimet ndaj këtij lloji sistemi zgjedhor i ka mbajtur qeverin e kaluar, nuk e Jam i qartë për këtë maj, sepse duhet jemi konkret. Është një sistem zgjedhor i cili për me hibrid është pak të thush, po që largon zgjedhësin nga të zgjedhurit, shkon deformon vullnetin dhe shumë pak të përfaqësuar do jenë në kuvend nesër nga gjitha palët. Ky është realiteti jonë. Thuaj me një fjali, kjo është model që përcaktojnë liderët për veten e tyre, për me qanë sigurt edhe për mu bo lider. Po kjo është të thjeshtë. Unë e flas nga ana e njerëzve. Pastaj nga ana e liderëve, është e vërtet nga ana e liderëve. Ata Po përcaktojnë nga ana e njerëzve, ritmin. ky është një sistem, pse është i keq për njerëzit? Sepse e demotivon njeriu të shkojë të votojë të marrë pjesë politikë dhe e largon nga politika. Gjithmonë e ka bërë këtë, po bën 2 dekada që po ndodh ky lloj procesi dhe po e largon fuqinë vendimarrëse nga njerëzit. Se në fund fare, sistemet zgjedhore janë vendimi i njerëzve, fuqia e tyre. Një herë në 4 vjet u jepet fuqia. Po kur ti ja largon në mënyrë graduale dhe progresive, pastaj themi neve njerëzit nuk janë të interesuar, themi të rinjt janë të interesuar, por ne jemi largu nga demokracia drejt për drejt. Kjo është e vërteta. Dhe në fund fare, kush është problemi i dytë, po për njerëzit, është që një sistem i këtij tipit prodhon një parlament dobët. Dhe ne kemi pa cilësinë e parlamentit si ka rënë 20 vitet e fundit. Po sikur se ka qenë një kokën shumë. Që, po mirë, po e tham unë, të sot jam unë këtu, para 20 vjetëve nuk isha. Si ke parat e janë anekdotik të gjithë. Po nuk. Pjesa tërmuese e tyre janë personazhe anekdotik. Për shembull, me njerin prej tyre më ka ndodhur mua të rastis një në jashtë në Itali të gjithë dhe flinte në i kamure gjitha këto dhe kishte hall vllai i vet për një spital që ndihmova unë dhe ai flinte në aeroport. Dhe nuk flinte në qytet, kur do rinë 4 ditë në qytet. Do me thënë njerëz të cilët grumbullohen aty sepse marrin atë sasinë e votave. Dhe unë ndaj qesh pak me ju kur thoni për Sara Milën, se të gjithë këta, Sara Mila ndoshta indirekt, po të këta i marrin shisin miell, ose kanë markate të mëdhenj. Dhe shesin miell ose çfarë bëjnë këto, kanë qytetarët për ushqimet e të gjitha dhe marrin një pjesën, pjesa tjetër në një mënyrë tjetër e të gjitha. Pra kjo është Shqipëria. Ti duhesh aty, kjo fytyra, më fal, e doktorit, është shumë e rëndësishme për të thënë që janë e kemi doktorin. Ka që duhesh ti. Dhe ndoshta doktor, a mendon ti ta thuash tani që Berisha gaboj me listat, po gaboj dhe në mënyrë qëllimshme. Se është dita sot për ta thënë. Është një vendim shumë i gabuar ku aty janë thirrur njerëz që s'kan asnjë lidhje, që s'kan dhe vota një pjesë e mirë. Dhe i ka shërbyer vetëm konsulimit partisë me servil dhe jo fitores. Se ne po përtash tani pse fitoi Partia Demokratike, çfarë fitoi Partia Demokratike? 2 njerëzit që luftonin jashtë në kryeqytet kanë marrë nga 20.000 vota të dy. Edhe ti si ke futur fare, njëri prej tyre mbeti jashtë. Çfarë do të thënë kjo? Këtë a duhet ta thuash tani o zotëri? Jo, këtë kam thënë që përpara. Nuk është diçka që ma kërkon tani. Shikoj. Zoti Rakibi, un kam një quajeni të mirë, quajeni të keq, quajeni si doni. Jo, për listën e hapur kam dashur unë të jem listë e hapur, kam mbështet në pse? Sepse unë qofse mbështes listën e hapur që vjet, kam unë fytyrë të them tash ti më fut ke lista mbyllur. Unë mbështes demokracinë drejt për drejt zoti. Unë mbështes demokracinë nga poshtë lart. Dhe jam rregull. Por kjo s'heq. Por lista e mbyllur nuk ka votat e tua. Siç është, që s'm pëlqen hiç, po duhet ta zbatoj, sepse është ligj. Doktor. Ndjes ta mbaroj baton. Lutem. Që lista duhet ishte bërë më mirë, nuk ka pikë dyshimi. Se duhet ta mbyllja. Ti do t'ishe për listën e hapur, normalisht, për arsye se një njeri që beson veten, e bën atë. Por kur ti, po ti kishe 12 kandidat që e meritojnë me qenë parlament,
Dhe jo vetëm t'jen lojal të panevojshëm, ajo listë do të derivonte vota tjera. Dhe natyrisht që edhe ti do e mërëshe vota ma shumë ose edhe një tjetër. Tani, Ky u problemi. ne mund të analizojmë, Lista e dopt unë qëndroj në terren. listës mbyllur. Unë qëndroj në terren, nuk është shkoj shumë analizë, po unë dëgjoj zërin. Dhe zëri ishte pezmatim me listën që u kriju. Po. Dhe i pezmatim përkthehet. Sa është ky pezmatim, sa përkthehet? Hajde ta diskutojmë, ta analizojmë, po detyra ime është sjell zërin. Dhe e vërteta ishte që lista mund të ishte bërë shumë më mirë se sa që bë. Pastaj pjesën tjetër, besoj nuk e dia ju përgjigja, unë pyetjes tuaj me këtë, por unë vazhdoj dhe mendoj që për sa kohë përgjigjet fare gjënë. mirë dhe kaq. Ti u përgjigje në farë mënyrës, po ka njerëz të tjerë që po t'i thresë tu nuk të përgjigjen fare. Nuk vjen fare. Nuk vjen fare, Nuk vjen fare, e kupton. Nuk përgjigjem dot për ta, unë përgjigjem për ata njerëz. Jo, Ata po kanë ta zë. them me që je. Se kjo, qatë të më shketi. Tani, dhe duket si kur PD është një parti e hapur, e sot është një parti e hapur, me meritokracia, po është një si pun sekti tani, ku sundon njeriu që ka interesat. Ti si të tani, të kalojnë këtu të kalojmë të analizët se shumë të ngarkuam, doktor, dhe jo të gjitha gjerat në këtë botë duhet të thuash ti. Se ti ishe detyrën e kreve aty e të gjitha, thua dhe në një gjithë e ne tani, pas 4 vjetë do të sresin prapta. Ose mund të sresin kryetar bashkije. Se më misë të ty zgjenë këta, e të bënë aty. Po, këtë më një me metin të. Ja, vas mene. Vite, ua. Në ta nuk e drejtë? Jo, nuk. Po bëjnë dhe një prof tjetër tani, që pas pak do dalë të kjo unë. Apo të dalë që tani? Të umur, nuk mund marrë është një figur të redhe. Tani ka napur fjallë, nuk e di kush japi këto, po thanë që doktori ka humbur me 100 vota. Dhe pas njeriu tjetër që vjen, pasusi me këto 100 vota mund të përmbyset me disa kutia si shtuet. Mirë po i bie që këto vota nuk është 100 doktor. Unë e pyeta doktorin para 24 orësh. I thash oret, që nga 100 vota doktoret gjithë. Po ku di unë tha se, po unë s'kam parë gjithë në teren, si që ka qenë gjithë, po ti ku e ke dëgjuar, tha e, se doktorit s'dile gje. Po këta kanë filluar një gjithë tani për doktorin, edhe i bëhet qefi doktorit në këtë rast, e të gjitha, po të shojmë se tani, ose po luftohet vërtet i të heqin Agronshejt, se ka marrë këtë deputetin e dytë. E ka në Agronshejt këtë, të dytin. Në luftë me Erald Kaprin e... Por nëse mundeni, Agronshejt të më në bëj një ndryrje mua, kryetari partisë mund si janë nëse mundeni, nëse e kini në lidhje, a i më bën mua një ndryrje. Është fatkeqësia kësaj, që të rinjt garojnë në tjetrin kush tjetë, kush mos tjetë. Ndërkohë që të vjetrit janë aty të sigurt. Doktori ka qenë listë e PD-s. PD-ja me Agronshejt. Po, të gjitha garat kanë qenë midis të rinjve.